Gjykata mbajti në burg 38 vjeçarin Kristian Buda, i dyshuar si menaxher i sallës së call-centerave me bazë në kryeqytet, nga ku dyshohet se u mashtrua mira qytetar evropian duke u zhvatur mbi 50 milion euro sipas një hetimi të prokurorisë së Tiranës. Për 6 arrestuar të tjerë gjatë operacionit të 13 prillit, togat e zeza vendosën lehtësim të masës së sigurisë sipas kërkesës së prokurores së çështjes, së nisur mbi bazën e informacioneve të ardhura nga autoritetet austriake për skemën e mashtrimit online. Benard Biba, Arber Kalaja, Kledi Dyrma dhe Eno Hana do të hetohen me masën arrest shtëpie, ndërsa për 2 vajza u caktua masa e ndalimit të daljes jashtë vendit dhe detyrim paraqitje deri në përfundim të hetimit. Të njëjtën, gjykata e Tiranës konfirmoi masa arrest me burg për 4 persona të tjerë që akuzohen se ishin në krye të skemës së mashtrimit online të zhvilluar përmes 3 subjekteve, ndërsa për një tjetër vajzë u caktua masa me detyrim paraqitje. Mes tyre ishin edhe Tedi Agastra dhe Marcel Hoxha, që sipas hetimit të prokurorisë së Tiranës gjatë vitit 2024 kanë përfituar vlera të konsiderueshme të parave në formën e kriptovalutës. 2 administratorët e call-centerave mbeten në kërkim. Një reklam e rreme me një personazh të famshëm ishte kurthi i parë i skemës që sipas hetimit gjatë periudhës 15 qershor 2023 deri më 30 korrik 2024 arriti të mashtrojë mira qytetar europian në vend të Austrisë, por edhe në qytetet e tjera. Prokuroria e Tiranës thotë se mashtrimi bazohej në depozitime duke nisur nga minimalisht 500 euro në Coinbase, një platformë ku shitet dhe blihet kriptovaluta si Bitcoin. Secili prej punonjësve kishte username dhe vepronin me pseudonime, ndërsa nga ky aktivitet i palishëm dyshohet se janë përfituar më shumë se 50 milion euro. Gjatë kontrolleve në 3 call-centera u sekuestruan rreth 900.000 euro kesh, mbi 400 kompjutera dhe 200 aparat celular.